Partisë OKR-s Trebëgjet Pacovën, përshëndes zonën zëvendës presidente të Partisë OKR-s zonën Mimoza Kusari Lida, përshëndes kryetarin e Degës Zotri Shpëtim Rudi, përshëndes zonën Sevdije Lama, deputetet pranë Kuvendit të Kosovës, përshëndes zonën Muzejin Selmani, kryesuese edhe shefe e grupit parlamentar të Kuvendit të Kosovës, përshëndes gjithë ju tjerë të pranishëm dhe mysafirë si nga kryesia e qendrës së OKR-s në Prishtinë, gjithashtu dhe përfaqësuesit e subjekteve tjera politike, edhe juve gjithë tjerë edhe media. Jemi mbledhur sot këtu për të shënuar një akt solemn midis rritjes dhe zhvillimit të OKR-s të Degës në Gjakovë. OKR-ja gjithësisht Forumi i Gruas gjatë periudhës së shkuar u angazhua maksimalisht për sensibilizimin e gruas në shumë segmente dhe në të gjitha sferat e jetës. Subjekti që ne përfaqësojmë ngriti zërin që femra e komunës sonë të përfaqësoj vetveten. Nga këto kisha me cek nga 7 asamblejis në komunën e Gjakovës 3 një përfaqësuese femra. Këto e dëshmuam ne me punën tonë, me bashkëpunimin dhe me dëshirën që të rrisim dhe të zhvillojmë, të krijojmë ura lidhëse, të krijojmë bashkëpunim me të gjitha gratë që të kalojmë gjitha sfidat dhe barierat të cilat na dolin përpara. Mendoj se vetëm të bashkuara mund t'i arrijmë qëllimet tona. Unë i falenderoj gjithë ato gra të cilat kanë shprehur gatishmërinë dhe bashkëpunimin dhe njëherë kisha me falenderu të udhëheq një drejtori apo të udhëheq edhe pse jo edhe komunën. Unë ju falenderoj gjithë mysafire të subjekteve politike në komunën e Gjakovës, jam me të vërtetë nderuar t'i drejtohem Forumit të Gruas në Gjakovë për arsye se prezanton një komunë në cilën gruaja me të vërtetë jo tani, por gjithmonë historikisht ka pasur zë dhe ka qenë në ballë të proceseve. Gruaja në Gjakovë asnjëherë ose rrallëherë është diskriminuar duke qenë pjesë e akademisë, pjesë e vendimarrjes, pjesë e jetës intelektuale. Dhe vetë fakti që Gjakova ngrit dhe edukon gratë të forta, gratë të cilat i bëjnë ballë edhe sfidave më të vështira, tregon për vlerat dhe kulturën që kjo komunë e ka tradicionalisht. Mund të them që dallohet në nivel të Kosovës për gratë të cilat kanë zë dhe në procesin e vendimarrjes dihet që nga familja e deri te institucionet më të larta. Unë e kam vërtetuar në praktik, kam kalu në për një proces në të cilin garova për të parën e komunës e Gjakovës dhe fakti që në asnjë mënyrë apo në asnjë instancë nuk jam diskriminuar për faktin e gjinisë, ka tregu gatishmërinë e popullatës në Gjakovë për të mbështetur kandidate femër pa marrë parasysh gjinisë vetëm duke u bazuar në program dhe në vlera. Kjo tregon se jemi në një komunë ku duhet të ndiheni të fuqishme, ku nuk duhet të privoni veten për faktin se mendoni si femra mund të mos keni mundësi të barabarta dhe natyrisht gratë nga Gjakova do të bëjnë ndryshim, jo vetëm në nivelin komunal, lokal, po edhe në nivelin qendror. Fatkeqësia është se Gjakova është përballuar me një luftë shumë të vështirë. Me atë çfarë Gjakova u përballua janë edhe disa komuna tjera në Kosovë. Dhe sot ende ndihen gjurmët dhe vuajtjet e tragjedive të 14 apo 15 viteve më parë. Megjithatë prap janë gratë ato që mundohen dhe nxjerrin më të mirën nga situatat e krijuara për të mirën e familjes, për të mirën e komunitetit. Unë besoj fuqishëm se gratë në Gjakovë mund bëjnë ende më shumë, që mos kënaqemi me një ose dy shembuj, mos jetojmë me nostalgjinë të kaluarës, kur gratë kanë qenë pjesë e barabartë, por të dimë dhe ta marrim shansen edhe tani. Prandaj Forumi të Gruas të Aleancës Kosova e Re duhet t'i them se keni modele mjaft, por gjithashtu keni edhe frymëzime mjaft, dhe frymëzimet janë në mesin tuaj. Gratë e Gjakovës janë gratë të cilat e ngrenë zërin edhe me njëherë pas përfundimit të luftës për fatin e të pagjeturve, ishin gratë të cilat u organizuan dhe kërkuan drejtësinë që ende sot nuk është vënë në vend. Gratë e Gjakovës janë ato të cilat kanë përfaqësim edhe në nivelin e qeverisë, edhe në nivelin e institucioneve.
por unë dua të besoj se Gjakova do t'jetë e para model që do të tregoj jo vetëm qeverisjen lokale dhe qendrore, por gjithashtu edhe në gjitha instanca tjera. Unë uroj shumë sukses sot në zgjedhjet e forumit të gruas, duke shpresuar se kjo strukturë dhe ju gratë të cilat jeni këtu do të vini deri në pikën ku unë dua të them edhe në nivelin qendror, nuk do të kemi nevojë më për forumin e gruas, për arsye se drejta do të jenë të barabarta dhe do të ndihemi dhe do të garojmë me programe, dhe jo me faktin se duhet t'ja vëmë dikujt para fytyrës se jam grua dhe kam dhe të drejtën e barabarta dhe me mishun. Prandaj ju faleminderit për gjithë mbështetjen. Unë kam gjetur një mbështetje të parezerë edhe në mesin e grave. Në rastin tim në Gjakov nuk ka qenë situata në cilën gratë nuk i përkrahin gratë, ka qenë e kundërta. Jam ndjerë me të vërtetë e përkrahur si bia e Gjakovës, si vajza juaj dhe do vazhdoj të mbaj përpara gjithmonë faktin se vlerat e të cilat më ndërtuan në Gjakov janë vlerat të civilizimit, vlerat të qytetarisë dhe ato vlerat do të mbizotrojnë dhe do të jenë gjithmonë dominante. Ju falenderit për Mersi që jam para jush, kjo me ju. Përshëndes musafirët nga parti tjera, ju falenderit shumë që keni ardhur, keni nëmëru këtë takim. Të nderuar kolegë nga qendra, të nderuar i zotit drejtor, të nderuara përfaqësuese e forumit të gruas, dhe sot është një ditë e rëndësishme për Gjakovën. Sot ju përfaqësoni pjesën, përfaqësoni ma tepër se 50% e qytetarëve të Gjakovës. U prifte mora juve gjithmonë pa që shëndet, pak në jetë. Sakrificat e juja nuk kanë të ndarën. Ju keni qenë aty, bashkë me pjesën tjetër gjinore, keni përballuar çdo gjë, keni përballuar luftën shkatruse, keni pasë dhimbje të mëdha dhe ne sot mundemi vetëm për ulmi para jush dhe ju them se ndajmë dhimbjen dhe gëzimin bashkë me ju. Ju sot jeni këtu, bëni zgjedhjen e juaj, ju sot zgjedhni kryetarin e forumit gruas të AKR-s, zgjedhni ashtu si që ju mendoni, për kën besoni, e dini se AKR-ja është parti liberale, demokratike, nuk ka ndërhyrje absolutisht nga jashtë dhe për ne zgjedhja më e drejtë është zgjedhja e juaj. Prandaj unë juve ju dëshiroj edhe një herë çdo të mirë në jetën e juaj, mundohemi të jemi pjesë e sakrificave të juaja, sfidat janë të mëdha, ne përballemi sot me tulli par sfide, dikush ende me dhimbjen e të kaluarës, dikush përballet edhe me mungesën bilet një shenje të dashëve tyre, dhe sinqerisht ju them, jam pjesë e dhimbjeve t'juaja, po ashtu edhe pjesë e harres t'juaj. Ju dëshiroj edhe një herë mirësinë familjet e juaja, miru pashëm gjithmonë për të mirë, u prifte mbara gjithmonë, sa i përket AKR-s gjithmonë ka pas, ka dhe do të ketë respektin më të madh për ju. Ju falenderit që keni lënë çdo gjë anash dhe keni ardhur këtu dhe keni bërë që AKR-ja të krenohet me ju. Ju falenderit edhe një herë dhe ju dëshiroj çdo të mirë në jetë. Falenderit. Përshëndetje për gratë e Gjakovës, përshëndetje për mediat që janë prezent, përshëndetje për musafirët të cilat kanë ardhur të nderojnë të vendin e forumit të gruas së AKR-s. Përshëndetje për zëvendës ministrin, i cili është pjesë e këtij delegacioni nga qendra, zotri Bejtush Bashi, zëvendës ministri i FSK-s, zonjën Rejhane, zonjën Elizabeta, të cilat janë pjesë e ndërtimit të forumit të gruas së AKR-s,
edhe deputetën e ju, zëvendës kryeministren, është në shtëpinë në vet, besoj që është më privilegjuar se ka musafir shumë sot nga qendra. Çka t'ju them tjetër, Gjakova është poja Gjakova e pas luftës. Ju jeni po ato grotë cilat përballut të merren më të madh në luftë, ditë të mbijetoni, besoj që edhe tash do të mbijetoni, mirë po tash do ta keni pak më ndryshe. Se shteti i Kosovës është në favor t'juaj, besoj në këtë rast edhe ligjet do t'jenë në favor t'juaj, edhe kemi bërë përzgjedhjen e 2 përfaqësuesve t'juaja që nga niveli qendror në postin e zëvendës kryeministres dhe në postin e ministres edhe në postin e deputetës. Në këtë rast, shpresoj dhe besoj shumë nga ju që në zgjedhjet e ardhshme të nivelit lokal të nxjerrni kandidatën për kryetare femër, e cila do të ketë përkrahjen e plot nga qendra, nga presidenti Pacolli dhe gjithë strukturat e partisë, t'ju tregoni se dini, muni dhe do ta ndryshoni Kosovën. Keni njerin e juaj përpara, veproni, punoni në favor t'juaj, në favor të familjes juaj, në favor të fëmijëve tuaj dhe në favor të pleqve të cilët presin së veri. Uroj që ky kuvend të përzgjedhë më të mirën, e cila do të jetë përzgjedhje demokratike dhe shpresoj që të ardhmen Gjakova do ndryshon dhe shpresat janë shumë të mëdha se keni përfaqësues të juaj në nivelin qendror dhe në nivelin lokal dhe besoj që kur vin tjetër herë Gjakov do të jetë ndryshe edhe qyteti, edhe buzëqeshja juaj, edhe familjet e juaja. Ju prifte mbarë. Një ditë të gjithave, mirë se keni ardhur. I ndura zoti president Pacolli, ndura zonja Kusari, ndura zonja Nusejne, zoti Shpëtim Ryti, Kryesia Qendrore, përfaqësuesët e partive politike. Sot janë prenore tek Shtetet e Bashkuara për të promovuar vlera të reja për afrojnë dhe për gjithë Gjakovën. Si ferma shumë herë kemi dëshmuar se mundemi dhe tim t'i qonë procesat që na besovën përpara. Ky kuvend jam e bindur se do të jetë piknisje më mirë për të realizuar vizionin tonë të përbashkët, që të kemi një Gjakov ashtu siç e dëshiruam për vite të tëra. Afroja ka dëshmuar se skenës politike ka dhënë femra të zonja, të vullnetshme dhe me këtë suksese, andaj dhe sot shpresoj që strukturat të reja që do të dalin nga ky kuvend do të promovojnë femra të fuqishme dhe femra që duan ndryshime pozitive. Ju falenderoj të gjithave edhe një herë për pjesëmarrjen juaj, ju dëshiroj punë të mirë dhe suksesshme.